Mëngjesin e sotëm në kalatën nr. 5 të portit të Durrësit është ndalur për herë të parë kroqira luksoze Seven Seas Grandeur. Kjo kroqirë shënon dhe mbylljen e sezonit të kroqirave për vitin kalendarik 2025 në Durrës. Anija turistike mban në bord 720 vizitorë nga vende të ndryshme të botës, kryesisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, 555 pasagjerë, si dhe nga Kanadaja, Mbretëria e Bashkuar, Australia, Brazili, Gjermania, Spanja, Japonia dhe vende të tjera. Ky fluks pasagjerësh konfirmon se Durrësi është një nga destinacionet më tërheqëse të itinerarëve mesdhetare për kroqirat ndërkombëtare. Me rastin e ardhes së kësaj kroqire, u majt dhe një ceremoni zyrtare në portin e Durrësit, në të cilën pjesëmarrësit janë shprehur. Much for the warm welcome in your beautiful city. We're looking forward for our next calls. Kjo është kroqirë që vjen për herë të parë në portin e Durrësit. Kompania Regent Seven Seas e ka për të disatën herë, por kjo kësaj radhe ka vendosur të sjellë kroqirën e saj më të re dhe më luksoze në portin e Durrësit, gjë që tregon për pritshmëritë që kanë turistët në bord, të cilët vizitojnë qytetin e Durrësit, por jo vetëm, janë nisur me mjetet me autobusat drejt Krujës, drejt Berarit, drejt Tiranës. Kjo konfirmon që porti i Durrësit mbetet një destinacion i vetëm turistik në mesdhënën e Adriatik. Kroqire të tilla për masave, me këtë lloj koeficient luksi që ne dim që një kroqer, domethënë maksimumi i koeficientit luksit është 1.1, kjo është në 1.15. Para sot gjenden në bord rreth 720 pasagjerë të komsive të ndryshme, ndërsa personeli është rreth 620. Pra tregon që është një kroqer e niveleve të larta, një kroqer që, siç tha dhe kapiteni, është prodhuar para 2 vjetësh. Prania e këtyre vizitorëve të rëndësishëm gjatë muajve të vjeshtës dëshmon se sezoni turistik në Durrës nuk përfundon me verën dhe se turizmi detar po shndërrohet në një trend gjithvjetor, duke promovuar vendin tonë si destinacionin kryesor për vizitorët e huaj. Pas ndalesës në Durrës, kroqira do të vijojë lundrimin drejt Kotorit në Maltëzi.